Këngëtarja e njohur Gjensila Myrtezaj ka bërë një reagim të menjëhershëm në rrjetet sociale pas publikimit të projektit më të ri muzikor nga reperi Ledri Vula, duke tërhequr vëmendjen e fansave dhe mediave. Ky reagim ka ndezur sërish thashethemet për një marrëdhënie të mundshme mes dy artistëve më të pëlqyer të showbizit shqiptar, të cilët prej kohësh përfliten për një lidhje që shkon përtej bashkëpunimit profesional. Që nga momenti kur bashkëpunuan në hitin Ma kthe, Gjensila dhe Ledri janë bërë një me dushët më të komentuara në rrjet. Kimia e tyre në videoklip u vlerësua si e fortë dhe e sinqert, duke bërë që shumë djegës të besojnë se mes tyre fshihet diçka më shumë se sa miqësi apo kolegialitet. Për më tepër, mënyra se si ata komunikojnë publikisht, me komente dhe reagime që lën vend për interpretime, ka shtuar edhe më shumë kuriozitetin e publikut. Në postimin e saj në Instagram Story, Gjensila ndau një fragment nga videoklipi i ri i Ledrit, duke shkruar thjesht "amazing" dhe duke shoqëruar me një emoji zjarri. Ky reagim i shkurtër, por i ngarkuar me domethëni, u interpretoa si një mbështetje e hapur për Ledrin, por njëkohësisht si një mesazh i koduar për ndjekësit e saj besnik. Fansat e kanë mbushur rrjetin me komente, ku disa shprehen të entuziazmuar për raportin e tyre, ndërsa të tjerë pyesin nëse ky është sinjali i një bashkëpunimi të dytë mes tyre. Burime pranë industrisë muzikore kanë bërë të ditur se Gjensila dhe Ledri janë pjesë së njëjtës shtëpi menaxhuese, gjë që i bën shpesh të ndajnë takime pune dhe aktivitete të përbashkëta. Megjithatë, afërsia e tyre shpesht dhe mënyra si komunikojnë në publik ka bërë që shumë kush ta shohë këtë raport si më shumë se sa profesional. Asnjëri prej tyre nuk e ka mohuar apo pohuar në mënyrë të drejtpërdrejtë këtë zë, duke lënë gjithçka të mbështjellë me mister dhe pritje. Pavarësisht aludimeve të shumta, të dy artistët kanë zgjedhur të mbajnë fokusin tek muzika. Ledri vazhdon të sjellë projekte që ngjallin nostalgji dhe emocione, ndërsa Gjensila po punon për albumin e saj të ri, që sipas burimeve pritet të ketë disa surpriza të mëdha. Megjithatë, për publikun, çdo postim, çdo fjalë dhe çdo shikim mes tyre është bërë tashmë subjekt komentesh, duke e bërë këtë histori një nga më të ndjekurat e momentit në estradën shqiptare.